Atë shpesh ka ardhaj, e Muhammed me kujshit mos e mirë. Nesër Muhammed me kujshit mos e mirë. Muhammed nesër me kujshit mos e mirë. Atë shumë ka ardhaj, tha u mendova se mas vdekjes molli i takon kujshijës. Walgjeri il gjunubi. Kja është kujshia që e ke ngatë. Sa lloj kujshi i njeh Islami? Sa lloj kujshi i njeh Islami? Islami i njeh 3 lloj kujshi. Njëri është kujshi me shpi ngatë i dinit tënë edhe i familjes tënde. Kja është njëri nga kujshit në Islam. Kja është njëri nga fqit në Islam. I afër me shpi, i afër me gjis, me gjak, edhe në dinin tënë. 3 hake ja ke këti. Hakun e kujshillukut, hakun e vllaznillukut, edhe hakun fetar. 3 haku ja ke këti, 3 hake. Pastaj vjen kujshiu numër 2. Ai kujshiu që është me shpi nga teje posash i fisit tanë, po je një din me të. Aja është musliman edhe është apërteje sash i fisit tanë. 2 hake ja ke këti. Pastaj vjen ai kujshia i 3, kategoria e 3. Aja është me shpi afër teje, as i fisit sash, as i dinit sash. Gjoka. Gjoka. Stamenki. Stamenki në ke me i mur me ti ati, as gjak se ke, as ndin se ke, po e ke në mur. Ja ke një hak. Ati ja ke një hak. Qfar haku ashaj? Mës me i ban ti zullum ati. Mës mu registru në fletorët e ati se aje ka kujshien musliman, ama muslimanin e ka kujshi zullum qarë. Ja hap, ja nguz hajvanin, ja nguz fëmijen, ja nguz bereqetin, i qetë gurin qeremide, i shan ata, ja shan fejen ati, në suratul An'am, në gjuzin 7, në Kur'anin Kerim, ka thënë, فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Mos ja shani dinin askuj, se ja çoni atij ujin që ta i tashan dinin e vërtet. E sjellni ju që të kthej ata i të ja shan ju e fejën e vërtet. Mos i shaj dinin askuj. Ti ja ke një hak. Ka thënë me këto pastaj me usell mirë. Wal jari al junubi was sahibi bil janbi. Wa ma malakat aymanukum. Pashtë me Allahu nuk bë mirë, me prindët u bë mirë, edhe me këto kujshit u bë mirë. Ka thënë, wa ma malakat aymanukum. Edhe një herë ka ardhur Kurani Kerimi pasi ka dalë te kujshit, ka himren edhe lërë familje këtu. Ka thënë me gratë. Me gratë. Ato gratë e juaja, edhe ato shërtorët që keni tash nuk ka asisoj dikun, me ta me usell mirë. Me gratë me usell mirë. Me gratë me usell mirë është deti i veçantë i spjegimeve të Islamit. Shqiptarët janë i vetmi popull kur t'ja u përmenësh gratë, pak ju keshët. Se këto gjindetojnë thënë qëto. Shqiptarët është i të këtje me gruur nuk ka të shkërë. Ashtu e kanë në filozofien e mrenshme, e kanë përmrenda, ju flet dishka, se këtu s'kesh ka me full këtu. Këta e di une. Po këta e di njerëzit vetë, ama gru si ngrajnë tër fukë. Ata me gruën kur të folin, i thojnë qura. Me gruën kur të folin, i thojnë delja për lift asaj. Po shtu i thojnë gruës? Sepse ata e konsiderojnë nga gjahilieti vetë, ate për disa mija shkallë ma porse vetë. Vetën e njofi nalët ata thojnë, unë jam aj nalë, në taras shkarri, ajo rria që poshtë. Ajo vetëm pja që poshtë ka drejta me folë. Islami e ka pa ndryshe. Ai, kur ka ardhë Islami, e ka nëzirë gruën prej këti deti. Ai special ka ardhë për me nëzirë gruën prej këti bataku. Ka thënë, Arritën niseu, shaka i kur rijel, ka thënë gratë, janë vllazërit e burrave, por janë vllazërit e burrave prej nane, vllazërit e burrave për ka drejtësia e shariatit. Islam. Ato janë vllazë, kush je pa grue? Pa grue, kush je? Gjitërim. Gjitërim turqen patarica. Ja, nuk ka patarica gjitërim turqen. Gjitërim turqen me trymë me ecë, me ti bastona.
Invalid pra shqip. Invalid. Ka thonë me gratë me usjell mirë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai kur ka vdek ka ditë alayhi salatu wassalam. Ai kur ka vdek ka ditë po ndëgjojmë disa xhallar, po folin edhe pastaj xhamati pe ban përmendsh. Ata po I thojnë xhamatit se Rasulullah kur pas ka vdek pas ka thënë, uj pas ka thënë. E pastaj qenë ka mirë sipas kësaj fjale me marrë një qesh me dikun. Këta se ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka vdek. Atë ujin ai që e ka përmend kur ka vdek ka qenë qetër ujaj. Atë ujin ai që e ka përmend kur ka vdek e ka lip ujin me vu me një enë, edhe ai e ka shti dorën e gjastë ati, I ka las sytë e vetë me ta. Me hek temperaturën e momenteve të fundit të vdekjes. Edhe ai ka ba xhamatit me në pyetje I kanë thënë ja Rasulullah, po na dukesh se je I smut fort, ka ba kështu me di kishta, ka thënë. Sa di ju kur usmoni me vdek, jam I smut. Ai vatujin e ka fut dorën atje dhe I ka rraf kirës ati Mubarak sallallahu alaihi wasallam. Për këta ka përmen ujin. A fjalët që I ka fol në fund ai pa vdek, edhe mas ative fjalëve s'ka fol ma për ummetin, ki uji ka qenë për veti, për aty. Ato për ummetin shka ka thonë ai kur ka vdek. Edhe mas ka fol mas atyre, ka thonë As-salatu was-salatu wa ma malakat aymanukum. Namazin me gratë sill në mirë. Mas kësaj fjale s'ka fol ai ma. Mas kësaj fjale ai ma s'ka fol. Faktikisht ai ka vdek. Mas fjales me gratë sill në mirë ai ka vdek. Mas ka fol. Sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë ai në jetën e tij sallallahu alaihi wasallam. Istawsu bin nisa'i khayra, fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj, wa ma fi dhil'i a'lahu, in dhahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waj. Ka thënë, kujdes me gratë sillun I mirë, sepse ata janë prej një brini. Po më kur ka spjegu janë prej një brini, njani prej të rive ka kujtu se prej këti brini. Ata janë prej këti brini, jo prej këti. Prej këti, a ka brin të drejt? Nash në njeri, nash në kafsh. A ka brin të drejt, apo janë elips? Plesht e di shka është elipsa? Elips është hark. Kjo vija është elips. Kështu është brini, bra. Ka thënë, ju me shku me drejtu atë brinin. A më në drejtoni? Me bo drejt. Nëse dëmë për një me të vërtet me bo të drejt, shka e gjanë atë brinin? A I thejat, apo? E me lënë ashtu? Jeti shtrem. Ka thënë gratë janë prej brinit. Me shku me drejtu ti, thejat, me lënë ashtu, është shtrem. Banë sabër kjo e ka kuptimin e hadisë të pejgamberit. Dush të bash sabër deri në fund me te. Sepse po të ishte me drejtu, kur ta shefash, ja ka nis me kajt. Aja ka nis me kajt, ja sa do të veta me kajt, a mos me kajt. Këta është me drejtu ti duesh kështu, ti duesh kështu, ti ke kapu, ti s'ka pas bejt kështu, ti kushtat ime u qu, për shka si ush, për kushtat ime pse ki gjek, për shka ki gjek, pse se ki penglap, pse që ka shvop, pse që ka sharat. Shka ka ki vlavi jëtë për dit, shka ka ki... Aja, ki shku me drejtu ti brinin, ja ka nis me kajt. Shkojnë. Me lan ashtu që shash me lan. Letër boreki. E merë frima. Pinë Beograd frima e merë. Shkojnë. Let vjen gruja pa burra dhe pa kshila, pa nasihat, pa kshila, vjen let. E ven vak, ven let. Ka armë një njeri në Slupçan në vitin 2001, mas luftës. A I ka kërku prej meje shumë njeri I shkollum prej jashtë Maqedonie. Prej jashtë Maqedonie, shumë njeri I shkollum. Ka thënë ai, a ka mundësi ta mbaj një mbledhje me antarët e këshillit të luftës të fshatit Slupçan, I kam thënë ka mundësi të nëmërë. Ka thënë, pasi që ta mbaj unë këtë mbledhje me luftetarët e Slupçanit, a ka mundësi me mbaj një mbledhje me pleqët e Slupçanit? Kam thënë, ka mundësi në mërkurën qëtër.
Ka thënë, pas kësaj të mërkure, a ka mundësi me majtë një mbledhje me gratë e fshatit tanë? Kam thënë kur? Ka thënë, pse s'ka mundësi kur? Kam thënë, s'ka mundësi se këto dija ti i ke pas për qëllim që të dilësh këtu, të ditë para. Ka thënë, pse po donë me majtë mbledhje me gratë e fshatit tim? Ka thënë, për na duket neve se gratë e juve janë pak si të mbylluna kështu. Mrenda, si të mbylluna, që të dalin ato jashtë, të dalin edhe të shofin se s'mo të mbyllun kështu, jeta e mbyllun. I kam thënë atin të gjë mirë. Unë kam mëra kur të flas, ti kur të folesh të shiqoj në mes dy vetllave. Pra shiqoj në mes dy vetllave kur të foli. Shiqoj të dy gishta. Te këto dy gishta ki i gati jam unë. Ki i vogli a shoqja ime. Ke rënërhije këtu. Të ju, është kështu. Ndil. Ju duni të mësoni nga ne për gratë. Sepse ju ende nuk keni pa mësime burri dhe gruaja. Ende nuk keni pas rast që të mësoni për fenomenin familje. Ju nuk e dini çka do të thot fjala familje, sepse ju si keni, nuk e posedoni, edhe në shkollë nuk e mësoni. Nuk e mësoni ju, e pastaj kësi mësime ju nuk keni. I kam thënë atyre, të na, të ju, gruaja rrin burri jaman mantillin. Të na, unë të dalë ma vesh gruaja kaputin, edhe nder një herë më bjetë me fërë që mos më ka bërë diçka në trup e lbën. E pastaj, te ju, te na, unë blej edhe baj, te ju, gruaja blej, ju bani. Pastaj kam thënë, këto dy gishta që i ke mësu ti sot prej meje, unë këto është gruaja në nënhien e burrit këtu, te ju jeni ndill, me banë mi ngrishu këto sen të dalin punë kështu, kjo se ka pamjen e mirë kjo, kështu. Kjo sa është në rregull kjo, kjo se ka pamjen e mirë kështu. Nuk mundet kjo punë kështu, vetëm origjinal mundet. Ndryshe asnjëherë nuk mundet, vetëm origjinal. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, me gratë silluni mirë. Deri ku? Ka thënë deri ku? Kush është më i miri për juve për gruan e vet? Më i miri për juve për gruan e vet, cili është? Ka thënë më i miri për juve për gruan e vet është ai që ka fshatën e bukës e ngren te goja e gruas. Aja është më i miri për juve. A ke bërë dhe njëherë këtë sunet në jetë? A ke ndërmen me praktikuar në pisante? Për e are nga 6 muj, gruaja ka mu kesh me tije, pika ki zbulimi ri kështu. Kush e ka shpik këta? Pika dull tash kjo. Kjo sa kon kur. Jo, kjo ka qenë në familjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo në familjen e mësuesit të njerëzisë ka funkcionu kjo. Ai Rasul, ai Zotni sallallahu alaihi wasallam kështu e bante me zonjat e vet ai. Ka thënë khairukum li ahli. Më i miri prej juve, cili është më i miri prej juve, është më i miri për familjen e vet. Ka thënë unë jam më i miri prej këtë njerëzisë për familjen time. Gruaja, ajo zonja e vërtet në Islam, e cila meriton me qenë e mbikëqirur edhe e mirë trajtuar prej burrit musliman. Ka thënë, ku i ka dhënë Allahu grua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku i ka dhënë Allahu grua, falyut'imha mimma yut'am. Në t'i jep asaj me hëngër, bashkë asaj që e han vet. Falyulbisha mimma yalbis. Në ta vesh ata, bashkë ashtu si shveshet vet. Pra, nuk ke të drejtë me shku me ble diçka për vete, për ata s'ke ble. Nëse blejmë ti një gjaket për vete, asaj dush mi ble një bluz pa qeter, dush mi ble. Bashk, njajt, si ajo si ti. Bashk, ka thënë, eskinuhunna min hajthu sakantum min vujdikum. Ku të udhtoni, për kraj zonjën, ku të banoni ju, ajo ati.
Ky udhëtimi i besimtarëve 30 vjet në gurbet, e mas 30 vjetëve gratë me vete, ka qenë udhëtim jashtë Islamit. Ka qenë udhëtim jashtë rregullorës së Allahut, ka thënë: "Askinuhunna min haythu sakantum." Ata ka të shkoni me vete. Kështu ka thënë Allahu xhallahu xhallahu. Por ju tash të mos shkonin kam me bë demonstrata me thonë. Ku i kanë me gjallë ti? Me thonë ju ti ku i kanë para 35 viteve. Ju mos bani protesta me thonë ku i kanë ti para 35 viteve. Sepse unë para 35 viteve jam kanë që tërkun, si jam kanë këtu. Unë nuk baj përgjegjësi për këtë punë. Pastaj unë para 30 viteve jam kanë si ju, 20 vite vetë atje. Sepse jo vetëm kisem është jashtë Islamit të na, po nga ky element mund të kuptoni në sa pika na jemi jashtë fesë tonë. Sa të mira të kësaj feje neve na kanë kalu në rësetëll si kemi shfrytzu në ata. Sa të mira. Nuk është vetëm kjo është një. Sa të mira na kanë kalu neve. Sa mirë, kështu me bajnë pra. Sa namazën me xhamat për 35 vjet pa xhamine kanë kalu neve pra. Në të namazë 30 vetë, ka 50 gjumaja, bajnë 1500 gjumaja. Sa dersën apës kanë kalu, bra. 30 Ramazane, ka 30 ditë, 900 ditë Ramazan, ka 2 ligjërata në dite, 1800 ligjërata, në kanë kalu pa mësu neve dhe fëmijëve tonë. Sa hajre në pas kanë kalu neve kur jemi jashtë Islamit, bra. Neve në kanë kalu shumë sende të mira. Neve në kanë... Kur të zbrazën shoqëria nga këto, ushqehet me të hujën pastaj, me shka ushqehet? Dikun duhet me shti kryin, njeri dikun e shti kryin. Se shti kryin në xhami, e shti kryin në diskotek. Po, a i se shti kryin në xhami, e shti kryin në bar. E shti kryin në komarhane, shpinotek. E shti kryin atje. A i kur më sket me fol me gruën, del fol telefonaj. Del fol telefon dikun kabin. Pra, i kalojnë ati jashtë sistemit islam shumë të mira prej kohën në jetë, prej kohës në jetën e ati, e pastaj kur t'i banë vonë, i banë vonë, qka kime banë? I banë vonë, si me i këthi 35 vetë të masë. E kanë burgos njenin 15 vetë, e pastaj e kanë lishu të pafajshëm. Kështu njenin, 40 veçar, e kanë burgos 15 vetë, mas 15 vetëve, sa vjetë i banaj? A i banë 55 vite, e lishojnë të pafajshëm. Me 1 milion e gjimës mark të asaj kohë, për shdami që ju ka banë pëse i ka nejtë 15 veti pa fajshëm. A i tha kur doli për të dera burgit. Tha këto 1 milion e gjimës mark i mora vesh, dam shpërblim. Po që ato 15 veta i keni këtë të dera burgit me milon. Mirë këto 1 milion e gjimës mark i mora vesh. Po këto 15 vetë këto, ato kanë të jetës time ato. Ato 15 vetë kanë ato, 15 vetë ka jeta ime. Gjam një 15 vetë, për ja vjap 1 milion e gjimës mark. Për ja më këthej, a më një ato 15 vetë. Për ata jemi të urdhnuar që të mos gabojmë për pak e për shumë. Të mos bëjmë gabime, se s'kthejat pastaj. Wabn as-sabil. Ka thënë pas kësaj grupe, e pastaj me gratë sjellnu mirë, pastaj ka thënë, duheni të jeni të mirë me atë njeriun që ka met në rrugë. Njeri ka met në rrugë. Njerit i ka humbë pasaporta në rrugë. Njerit ju kanë vjedh barët në rrugë. Njerit e kanë plashkit, kanë ngellë në mesin tanë me këta të sjellni mirë. Nevojat e këtire t'i krijni gjithsej. Wa ma malakat aymanukum, inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allahu nuk e don atë njeri që është mendje madh. Pra mendje madh, nëse në të kundërtën me këto që kemi thënë deri tash, hesni musliman, konsiderohet mendje madh. Allahu mendje madh ka thënë nuk i du. Në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ana Allahu. Kjo është hadith kutsi. Hadith kutsi do të thonë fjala e Allahut e shprehur me gojën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ana Allahu. Ka thënë: Wa ana ar-Rahman. Unë jam Allahu. Unë jam Rahman. Kështu ka thënë. Unë jam Rahman. Në Kur'anin e Kerim kulidu Allah e uidu Rahman. E thirët Allahun, e thirët Rahman, njaj. S'ka kur një dallim. Allah, Rahman, barabar. Ka thënë, unë jam Allah. Unë jam Rahman. A fjallës, a familjes, në gjuhën e Kur'anit e Kerimit i ka thënë Allahu Rahim. Rahim. Rahim
Do me thënë nga fjala Rahman, rrëdh nga fjala Rahman. Ka thonë fjallën familje e kam shkep nga fjala nga emni im. Fjallën familje i kam lënë emnin Rahim nga emni im Rahman. Rahim i thonë në gjuhën arabe mitrës së nanës. Ati ku rritet fëmija në barkun e nanës. I thonë Rahim. Ke pa barkut të nanës Allahu shfar emni i kalan? Nga emni i vetë Rahman. Ai me këtë silësi e më shiron ata në barkun e nanës. Ai ati pastaj 5 muj çka ban? A i vdekun rinë ati a i gjallë? Ai 5 muj ati bënes. Ati janë frigoriferi, ati janë minderi, ati janë rruga, ati janë sistemi nxemjes, sistemi qendror i nxemjes, ati janë kabina telefonit, ati janë mobili, ati janë faksi, ati janë centrala, ati janë rrima, ati janë ushqimi të ftofta, ati janë ushqimet e nxehta. Këto ati janë komplet ati në të banes, ku ke nejt ti. 5 muj, pa qira. As financam të ati s'guzën mu përzi, as arbaqësam të ati s'guzën mu përzi, as shtërberata s'ka pun ati, ati kur s'ka pun fare, absolut s'ka kur pun ati, ati jetohet 5 muj, ati jetohet 9 muj, por 5 muj i gjallë jetohet ati, e 4 muj pa shpirë pra, 5 muj i gjallë, por atë në tribunën që unë kam piskat atje dhe kam grejt zanin shumë dhe ati njeriut, që ka thënë atje në Dubai, në Gjidda, ai që ka thënë, ai doktori i shkencave të medicinës, që ka thënë se ki duhet të jetë i gjallë 9 muj, jo vetëm 5, se hadisi pejgamberit s'është në rregull. I kam piskat ati me zanë telefon, fort me zanë të nënt, të bashkë kujdes në lidhe me argumentet e Allahut edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ai mund të jetë krijes 4 muj. Pra ai 4 muj është krijes, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është 4 muj krijes në barkun e nanës, 5 muj gjallënes. Pra duhesh të dallosh krijesën prej gjallënesave. Guri është krijes. Është i gjalla? E pa tash edhe guri është krijes. Që kjo është krijes kjo. Është gjallënes? A shkon kjo vetë kursina, ki bën këtë kursina për minerën të shetit. Pra, ai ka thënë, njeriu është krijes 4 muj në barkun e nënës, por ai nuk është gjallënes. E i gjallë kura pra, 4 muj kur t'i ban në barkun e nënës deri të lindë. E kjo 5 muj, kjo faza, për këtë duhet i mësoj sonte në xhami disa mësime që të kesh kujdes mbi ta derisa të jesh gjallë. Ai burri edhe ajo gruaja që janë shurdhnuar me ta me usell mirë, prej se t'i bëjë fëmija 4 muj në barkun e nënës, e dherë të lindaj, ata si janë 2 vetë në shtëpi. Sa vetë janë ata në shtëpi? 3 janë ata. A e familje prej 3 antarëve. Familje prej 3 antarëve. Këta të rritë tash, generata moderne, me shku të spitali Kumadovës. Spitali i generatës moderne. Me shku të spitali Kumanovës, me i pa ato letrat e analizave të gjakut, të grave që i kanë fëmijë në barkë, që i shkojnë çdo 15 ditë me pa evolucionin. Si po evoluohen sendet. Ato s'pedin si po evoluohen, po thojnë si po evoluohen sendet. Se ju ka përzi interneti me internatin ative. Po shka ti bash tashti? Ju ka përzi. Edhe ata po shkojnë çdo 15 ditë me i ba analizat me pa që i shpa evoluohen pra sendet. Ati me shkuti gjanë dokumente të analizave të gjakut 5 muj. Shkon ajo ati me bon biset me shoshtë e veta, hje jep gjakun, ma kur shkon mi marrat rezultatet. Ati ashtë tamam janë 30 kg dokumente. Me pak që ishpo silën. A i treti antari familjes. Por unë se kam kjo mu se m'intereson fare. Ajo që kam intereson mu e shka është. Ajo që kam intereson mu është mësimat me t'i dhanë këtu që mi majtë men tëri sa të disë shti. Se aja është antari treti familjes, edhe aja ullët në sofër me tije. Në sofër jeni 3 mo. As njëherë zgudzon ti me ngrejnë zanin për migruën. As njëherë migruën zanin me ngrejnë. Edhe mu përla me ta, sepse aja në dëgjë.
Po a i ndëgjon kejt edhe a i din kejt çka po bojnë nana dhe baba. A i prej ati e merr tabiatin pastaj kur të lind bëhet një djali keq. Për kujdes. Kujdes shumë. S'ka mu sha. S'ka mu sha, sepse a i kur ti bën 4 muaj në barkun e nanës, pastaj plus 1, 5, plus 1, 6. 6 muaj kur ti bën, a i gishtin e hek për këtu. Kanë kora e ka gishtin këtu. Në barkun të në korë. Kur të bën 6 muaj, e hek për këtu. E ve këtu. Kush e ve gishtin këtu? A ke pa budall me gisht këtu? Ata e ven gishtin këtu? Unë kam pa budall grushtin këtu. Por s'kam pa budall gishtin këtu. Ai e ve gishtin këtu, sepse ai prej ati fillon me i studiu sendet. Çka po bajnë këto di? Çka po sharnë ki me këtë? Çka po grindën këta? Për shka kanë këta që po grindën? Ai ati në bark të nanës mërzitët. Për grindjen e prindve. Ati ai mërzitët, sepse ai është komplet njeri. Ai jeton në obort të veçantë me kushte të veçantë. S'ke të drejtë me u grind me gruan. S'ke të drejtë. Absolut. Ti s'ban me shqetësu ata. S'ban me shqetësu ata. Ai duhet të jeton i qetë, antari i tretë i familjes. Këto janë mësimët tona që ja jap me umetit na nga dini jonë islam i madh. Kurse ato qertë, ato shkofin e shofin avollimi që shpëban. Qefi madh me ditë pi maherat a gjallë, a qik po ven. Si të vej me qik me ja fillu me umërzit me vakt. Me fillu baron me vakt me umërzit. Allahu ka thanë, pse vind të qik ata gjahilat para kuranor, kharra vëgjuhu mësvëdën, vëhua këdhin, ka thënë, edhe ju nëzishin ftyra për i mërzijës. Qik. Kejt ato kanë harru. Shka mërzitën se i ka dhënë Allahu qik se janë gjem të qikave. Ata kejt kanë harru. Sa është vetë gjalli qikës. A i kejt ka harru. Se nëna ati janë qikanjonit. Mërzitët për qikën, e gëzohet partaj për gjallin ki. Muslimani, mërzitët për qik, gëzohet për gjallin. Kja, islam, a është musliman kja? A ka lidhe ki me bashkë? A ka bashkë? A është bashkë fekja? A është i fesa? A me femra? Në mund të tas njare. Jahabu limen jeshau e dhukura, wa jahabu limen jeshau l'inath. Ajeti, kujdu ka thonë i jap femër. Kështu ka thonë Kurani i Kerim. Kujdu i jap mashkuj. E pastaj ka thonë, kujdu si jap fare. Ati që të du me i dhanë femër, i jap femër. Ati që të du me i dhanë mashkull, i jap mashkull. Kuj të du si jap fare. Ati që si kam dhanë këtu, e kam lënë me i dhanë nesër diçka të madhe. Me atë të madhe që do t'ja jap nesër, do t'pajtohet. Me atë të madhe që do t'ja jap nesër, do t'pajtohet. Ai që u mërzit për qik, e u gëzu për gjallë, e gjalli ati doli e vrau kojshien. Qika ati e bani Kuranin për menshe dhe i latë digjem e ulema të dishëm. A i gjalli ati që i pruni i vedhi kejt shpjet e katunit ka diherë. A i me diherë se bani bolla. Ka diherë i heci me rënë kejt. Kush është gjalli edhe qika? Ata do të shiqohen me njësin të prindit, fëmijë që i ka falë Zoti, vetë me këtë si, edhe pastaj të thotë, unë jam i pajtuar me ate që Allah më ka dhënë. Unë pajtohem me ate që më dau krijuesi. Një burr i ka falë Allahu xhelle xhelaluhu 9 qika. Ati 9 qika i ka falë Allahu. As një gjallë, 9 qika. E pastaj ajo gruaja, ajo bani një dua. I nga i t'i durt ajo, edhe i tha Allahut, o Allah, bëll më kështu. Ngrihet 9 muajve, 2 qika binake. Sepse ajo tha, bëll më kështu, s'tha që të rësen, shka po du? Vesh tha, bëll më kështu. Allahu tha, që bëll më kështu, pra kanja, që dine. Kështu i ka thënë Allahu 2 qika pas të asaj binake. I ka bërë 11. E pastaj
janë mërzit gratë dhe burrat, pse 5 qika, 6 qika, 8 qika, asnjë gjallë. Ma shumë, ai burri, e pastaj i ka hi asaj gruas dajak, i ka thonë, ma mushe shpijen me qika. Pastaj ka thonë, ma tane, ma mushe shpijen me shkoza. Kështu ka thonë. Këta, kur jetohet jashtë islamit, ndodhin këto. Se me jetu mrenda islamit, këto pun nuk ndodhin kështu. Mrenda islamit me jetu, që ndodh pra? Në suratul Qiyama, në gjuzin 29, Allahu Gjelle Gjelalu ka thënë, ajeti para fundit në sure, ajeti para fundit në sure, ka thënë, fëgjale minhu zëvgjejni dhekara wal untha, burri është faktori rol lujtës a fema në mashkull vjen në këtë dunja, jo gruja. Burri, pra kush duhet me angër dajak, pra, si tjetë pun dajaku? E gruja du të ju qua ti tërfuk, ju dhënë ma mushë shpijen. Sepse, ka thënë Allahu, minhu, preja ti. Ka thënë, preja ti më varët a gjallë a qiklin. Jo preja saj, preja ti më varët. Që, jashtë e islamit kështu pra, jashtë e islamit kështu. Fë gjallë minhu zëvgjejni dhekara vë untha. Por, krijimi i kujnash, ndorën e kuj, nashtë e krijimi. Krijimi është e Allahu që në gjërë. Ai krijon. Na çka bëjmë na në krijimin e Allahut? Çka bëjmë na? Na në krijimin e Allahut duhet të mësojmë një mësim nga vetvetja. Na a jemi të pajtuar ashtu siç na ka falë Zoti? Unë me 180 cm e mi, a jam i pajtuar? U krej puna. Me ngjyrën time, a jam i pajtuar? U krej puna, mori fund. Me këta disi që i kam, mës kam dalë të nërë me i thonë dikuj apo me jebre që të ti. Kur se kam ban këta? Tja, ke dalë dikuj me i thonë për jashta, a i ndrojmë këto. A ke ban këtë të njerë? A ti ndrojmë? Po ti japë di për njash e paske. Kjo, pra je i pajtum në ate që e ke. Edhe në krijimin që ka vjen prej Allahut, kështë duhet të jesh i pajtum. Edhe me ta pastaj, me ta të silësh mirë. Me ta të silësh mirë. Fjala rahim, ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu, arrahimu muallaqatun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falli, arrahimu muallaqatun bil arshi taqul, man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah. Fjala familje është e varur në arshul a'la. Mbi qiellin 7. Fjala familje, si kjo, është e varur në arshul a'la. Atje fjala familje thot, kush hin e del me mu, hin e del Allahu me te. Kush i ndërpret lidhjet e familjare, i ndërpret Allahu lidhjet me te. Lidhjet familjare kush i ndërpret? I ndërpret Allahu lidhjet me atë njëri. Unë nuk hi e nuk dal me vllau. Ka piqiki jam me vllau, unë ka spic. Spic. Me vllau. Me motrën, me dajën, me nipin, dherë të mbyllën, ka thënë, fjala familje është e varur në arshul a'la. Ka thënë, thot, kush hi edhe del, hin edhe del Allahu madhnia ati me te. Kush ndërpret fijet e marrëdhënieve familjare, i ndërpret Allahu fijet e rahmetit me ata. S'ke pun me Allah. Qetër kush të mbi këshirë, ndorën e qetër ku i je, ndorë të ati jo. Kujdes të madh të veçantë, jo vetëm kujdes të madh, kujdes të veçantë fjalës familje. Kujdes të veçantë fenomenit grua. Kujdes të veçantë prindit nana, nan edhe bab. Kujdes të veçantë elementit kuishi. Kujdes të veçantë të 3 kategorive të kuishis. Kur ti bajnë tavaf këtë këto me mirëvajtje dhe me mirësjellje të mirë, ne jemi ajo qeliza e shëndosh në popull. Në atë rast jemi ajo qeliza e shëndosh në popull. Ajeti për nanën dhe për babën, Allahu ka ardhë surat Luqman, me një ajet surat Luqman. Ka thënë surat Luqman, Bismillahirrahmanirrahim, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Të ka bajt nanën në bark dobësi pas dobësie. Dobësi pas dobësie. 4 muaj ndryshe, lodhësia, 5 muaj, lodhësi ndryshe, 6 muaj, lodhësi ndryshe, 9 muaj, lodhësi ndryshe. Hermen me ra. Derisa ti ke lind, aja lodhë shumë. Edhe me ketë mos sjell mirë, tash me bëmen mos sjell mirë. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Ka thënë barkja në bark dhe barkja në krah. Sa muj ketë janë së bashku në Kur'an?
bartja në bark dhe bartja në krah. Në Kur'an sa muj janë? Bartja në krah dhe bartja në bark në Kur'an janë 30 muj. Pastaj ka thënë: "El-walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a." Nana I jep me thirr fëmijës së vet në krah sa? Me muj. 24. 24 muj. Nana I jep fëmijës me thirr. Prej 30 mujve 24 muj në krah. Në bark sa merr? 6. Pra me 6 muj jeton. Si ti ban 6 muj lindë dhe jeton. Një ditë ma pak si jeton kur. 6 muj e një ditë ma tepër jeton. Edhe 24 muj thith në bark, në krah. E mirë u ban pra. Tash në moment, fëmijët sa thithin, sa rrinë në bark të nanës? Ata rrinë 9 muj në bark të nanës. Në krah sa rrinë ato? Ata rrinë në qësh. Nuk rrinë në krah mo. Pse ata rrinë në qësh? Ata rrinë në qësh të dhomës, se lopa ative rrinë në qësh të arit. Prej atja ata thithin. Ata nuk thithin ma të nana. Nuk thithin të nana, sepse nana moderne po donë me qenë edhe grue edhe qik në të njëjtën kohë. Ajo nana moderne e lexon gazetën Bild, ajo lexon gazetën Faktin, e lexon gazetën Bota Sot, e lexon Bota Nesër, Bota Mas Nesër. E lexon këto edhe ajo mëson se një send prej sendeve shumë moderne të bukur që e lexon ajo, Peru I linien. Ajo Peru linien e frontit. Linien e frontit të pika parë atje. Ajo e mbron pra fshatin në pikën e parë. Ka që kjo grue moderne ashtë rebelu. I ka ndalë gjinin e nanës fëmijës së vet. Pra ajo I ka ndalë rahmetin e Allahut fëmijës së vet. Ajo ka jeton pra në të kundërtën me programin e Allahut xhalla xhelalu. E fëmija asaj ku thith në dyqanin e bibironit. Bibiron, pastaj bibiron 1, bibiron 2, bibiron 3, bibiron 4. E baba gjahil pa shkollë, pa dituri, I blen konzerv të macës. Konzerva të macës, pse s'ta liti konzerv macës, ta ma lirë tha gjinës. Tha mish, aj mish, ki mish, ta t'ja më këtën se ka dalema. Ma lira për gjimsta. Logaritë dhe një vjet 1.000 euro, kështu një vjet 500 euro, 10 vjet që 5.000 euro kursim. Me 5.000 euro I blej një kërë, që ti ja blej kërë e za kur ti bërë 5.000 euro. Sa të menqur, njëni janë altamlin që tri blejmë konzerv mace. Pritin me dalë quni mirë pas ta I ki. Jo, e di kush ke quni mirë. A I që jetojnë 90 vet nuk shkojnë doktor as njëherë. A I pse shkojnë doktor as njëherë? A I nuk shkojnë doktor as njëherë sepse a I e thithin nanën 24 muj. Për atë a I nuk shkojnë doktor. A I që e thith nanën 24 muj, a I me gripin s'ka të përbashkët. Pra, a I luftofët për ventilatorit sot. Ata shka kanë thith 24 vet, ata se din se e kanë gjamin qej. Ata nuk dhune më shele se më prap. Po të prap me të qanë pluhun, me tambël pluhun, të prap me kosë, por me tambël nanës, të prap me tambël nanës. Pastaj, imuniteti I burrit, ku fitohet imuniteti I burrit dhe I burnies? Imuniteti I burrit dhe I burnies fitohet në qinin e nanës. E pastaj, ku fitohet dashuria ndaj nanës? Dashuria ndaj nanës, dashuria për me u fut në prenin e nanës, dashuria për me pa atë me madhja në botë s'kambi atë. Ku fitohet ajo? Ajo fitohet të nejtë në prenin e asaj dhe të thith në gjinin e asaj. Kur në prehen, kur në gjini. Atje ku I qojnë fmit, kur shkojnë nana në punë që. Unë për shkojnë punë atë pe qoj me makshin Maksim Gorki. Atje Maksim Gorki edukon ata, pastaj pritet që të bëhet një burr I mirë. Pra duhet të kemi kujdes, nuk bëhet burr I mirë. Burr I mirë bëhet vetëm kur ti vjen ka rruga e mirë. Rruga e mira, rruga e nanës. Ai që I thithi qinë nanën 24 muj, ai e din nanën se ajo është ajo që ka meriton respekt. Për fond zonte. Jashta qitapit Zotit një muhabet. Jashta hadisit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jashta. Një grup shok kanë shku të njëni misafir.
edhe ai çuni që i bënte hizmet sofrës, ju thonë të ative që ishin hurë sofrë, ardhëllara. Kështu ju thoshte ai. Por disa herë ju thoshte kështu. Ata mysafirët i thanë babës ati, çka po thot ki? Tha ki po thot, hani, mësë marrëni. Mirëni çka avun sofrë hane. Tha, po pse po foli kështu ki? Tha, pse s'po thot si ti? Tha, s'ja marrën fort se ka thith të lopa. Nuk ja marrën fort. Me pas thith dhe në vetë ndryshe folte. Allahu e bafë që sistemi Allahu të këtër në familjen tonë. E baftë Allahu që djali i këtij popullit të jetë meritues dhe meritor dhe nderues i familjes së vet, i fisit, i kojshijes, i farafisit, i ulemave, i prindit, i shoqës së vet, i fëmijëve të vet, edhe e baftë Allahu që nana jon të kthen nana e popullit ton të fëmija i vet me këtë qenjen nana. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي صدق الله العظيم. تندروار جماعة تندروار besimtar تندروار جماعتي جماز dhe جماعتي رمضان pjesa e ummetit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ne I kemi drejtuar Allahu xhalla xhelalu lutjet që të shton ne dhe ju diturin. Të mbron besimtarët tanë kanë botës nga çdo e keqe, të shëron të smuar, dhe të liron të burgosët, të mëshiron dëshmorët. Salavatet dhe selamet I kemi dërguar nga zemra më të nderuarit, mësuesit të njerëzijës Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, drejtuesit të drejtësisë në këtë botë, spjeguesit më të mirë të librit më të mirë, pra praktikuesit të së vërtetës së Allahu xhalla xhelalu, njeriu që më të ndershëm bota nuk pa dhe nuk do të sheh deri në fund. Ja kemi obligim brenda javës me thanë Allahumma salli ala Muhammed, por ai ka thënë idha atakum yawmul jum'a fa akthiru alayya min salatikum. Kur t'ju vjen dita e xumës, shtoni salavatin mbi me. Innaha ma'rudatun alayya thumma arudduha alaykum. Unë ja u kthej, ai salavati ju arrin te unë dhe ja u kthej unë atë. Pra, salavatet tuaja arrin te unë dhe ja u kthej, do të thotë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në varr. Për ne është I vdekur, për vetë është I gjallë. Ai është I gjallë aty ku është. Por I gjallë me ligjet e Allahu xhalla xhelaluhu si e mbaroi gjallë të dashurin e vet. Ajo bisedë që unë do të zhvilloj sot në xhami, kjo ishte hyrja jonë pra. Ajo bisedë që unë do të zhvilloj në xhami, në pika, te jetë të shkurtuar, sepse ki Ramazani, ti nuk të ndihmon për një muj me thanë atë që I dënë me thanë. Këto dersët tona në xhami nuk na ndihmojnë ne kjo kohë e caktuar me një mënyrë. Nuk na ndihmon ne me thanë atë që ne dojmë me thanë. Pastaj ardha e xhamatit në këtë mënyrë nuk na ndihmon me thanë atë. Xhamati ditën e xumatit me I thanë hoxhës na jemi sa 10 në xhami. Që ai të fillon ora 10 me ta, pastaj ta krijë 20 minuta më së sa. Që të thot pak. Që të thot një pjesë të asaj që ai don me thanë. Shumë herë kemi thënë në për xhami, kjo nuk shkon kështu, por ajo po shkon. Ajo po shkon. Inshallah është ujë më I mirë që rrotullohet në përgur. Atë që unë do ta them sot para xhamatit, ka të bëjë me punën e bashkëpunimit e njënit me tjetrin prej besimtarëve. Dhënia e krahut, pra. Mund të emërtohet kështu dhënia e krahut. Edhe e dita, a mund jeta të hecë pa dhënien e krahut? A mund të shkon jeta pa bashkëpunim ndër njëri tjetrin të ndërsjellë? A mund të hecë kjo kitren? A mund të shkon? E nëse jo, çka duhet të bëjë? Këto së bashku në përmet ajeteve kuranore dhe hadiseve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nuk kemi kohë nga këto diburime me dalë. Derisa
kemi material. Ka thënë Allahu në Kur'anin e Kerim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ndihmonu për të mirë dhe vdrot të Zotit. Ndihmonu në të mirën dhe devotshmërinë. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Të mos ndihmoni për të keqe dhe armiqësi. Kja është përkthimi i ajetit. Kurse komenti në bazat e ajetive që mi. Ka thënë ndihmoni njëri tjetrin në të mirë dhe miqësi. Miqësi do të thënë devotshmëri të vërtet para Allahut, të mos e ndihmoni njëri tjetrin kurrë në të keqe dhe armiqësi. Faktikisht, të mos investoni e ka Allahu xhelle xhelaluhu fjalën. Investoni për të mirën dhe miqësinë ndaj njëri tjetrit, mjellin e miqësisë. Të mos investoni për të keqen dhe armiqësinë. Është fjala në Kur'anin e Kerim, tash ti ke as komenti më. Është fjala e Kur'anit e Kerimit, fjala e Allahut. Të mos sponsoroni sende të cilët ju çojnë në xhehenem. Sepse ju në kohën e fundit, ju qëndërsen faktikisht edhe ma keni zanë mas me dit me ba qëndërsen përveç se ju njerëzia të me thanë, jo ju që ka i një gjami. Qëndërsen s'po dini me ba ma përveç se sponsorimi të sendeve ma të përveçme, të sendeve të ndita faktikisht, të sendeve që me të vërtet, është vërtetu në ditësia atyre. Si sponsorimi i sendeve të cilët të marin ty dhe marin familjen tanë dhe përdore dhe të fusin në xhehenem ato portë. Ki xhehenemi i cili flitet në Kur'anin e Kerim, i bani që besimtarëve të lodhë një pengesë, se ata shpeshohin tash, ta kishin pa para vete, u rregulluar punët. Ta kishin pa xhehenemin të dirë të veta, u rregulluar punët, por ato nuk po e shohin xhehenemin, pra nuk po e shohin dënimin. Në pasnejt ai që ka vrarë një njeri, 20 vjet para se ta vrat në burg, ai mas burgit s'ka pas me vrat njeriu. Por që banë që ai e vrat njeriu duke mendu se me ban një punë, se burgja është pastaj, se se ka pa, se ka shiju për para. E këto punë si banë pastaj, si banë këto. Këto pastaj ne dëshiroj që njerëzis të amjellin një send në zemër. A i sendi që ne dëshirojmë njerëzis të amjellin në zemër, është syri i besimit, jo i ballit. A i syri i zemrës i cili e kap xhehenemin prej tash, e kap vështërsinë dhe dënimin prej tash, e studion ata me synin dhe veshin e zemrës, i sheh ato punë sikur t'i ketë para kamve, e pastaj bën ata i disiplinum në rrugën e Allahut xhelle xhelaluhu. Atë që po dojmë ne, me amjell njerëzis faktikisht është kjo. Këta si mund të amjell me njerëzis, si mund të amjellin këta? Vetëm në përmet dritës, se librit të famshëm, librit fisnik, Kurani i Kerimit, librit më në më. Faktikisht Kurani i Kerimit është librit më me nam, as një libër se ka përjetu namin e madh të këtij, as për sa afërmi. Një ditë moti, kemi cek në këtë xhami vetëm një krah, një skaj të namit të madh të librit i quajtur Kurani fisnik. Kur kemi thënë atëherë, sa libra në botë i kanë bën njerëzit përmendsh. Faktikisht asnjë. A dini Ilmi Hallin përmendshti? Ilmi Hallin e vogël a ke bën përmendsh? I cila është në gjuhën tënde, i cili spjegon normat fetare, a ke bën përmendsh? A të ka ndodhur ndonjëherë në një gazetë me bën përmendsh? Më kanë pyet njerëzit e lexon ti më e kum gazetën, kanë thënë çdo ditë mas paku 3. Në të vërtetë, çdo ditë mas paku 3 gazeta i lexoj. Asnjërin se kam bën përmendsh, po unë kam treguar se si kam bën përmendsh. Nuk e kam lënë ashtu, unë kam treguar se si kam bën përmendsh. Atë që e blej 5 fenik se baj përmendsh. Sepse unë duhet të baj përmendsh vetëm atij sendi ku ka dituri. Në gazetë s'ka dituri, me pas dituri shitët 100 euro në sabah. Nuk shitët 2 fenik në sabah. Nuk shitët dituria në sabah me kërë ka 5 centi. Në përqoshe, ajo sa është dituri, pa atë s'kam ko. Ti a ke bën dhe një gazetë përmensh? Mirë, dhe një liber a ke bën përmensh? A ke bën pastaj dhe një liber përmensh? Dhe një gjuhë të huj, atë ka ndodhë kjo? A ke bën përmensh një liber anglishti të njëre? Një liber spanjolisht, a ke bën përmensh? A ke bën ti përmensh një liber të portugjezve? Një liber në gjuhës malajo, pushtu, hindu, urdu, të këto gjuhë. A ke bën të një liber përmensh e me? Të këtive gjuhëve jo.
Gjaliat e ka ba Kurani Kerimin për mërë, sa shë quzve.